Bismillahirrahmanirrahim, në emër të Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit. Të nderuar teleshikues të televizionit Koha, mirë se vini në emisionin Mesazhe Ramazani 2025. Gjendemi në qendrën e hifzit, më saktësisht në muzeun e Molla Mahmud Efendiut, dhe pjesën prapanesh cilën e shihni janë gjërat me të cilët ka vijuar mësim besimin me talebet e tij Molla Mahmud Efendiu. Të ftuar sot në emision e kemi Hafiz Amir Aslanin, me të cilin do të bashkëbisedojmë për mektebet. I nderuar, mirë se vini në emision. Atëherë fillojmë me njëherë, çfarë është mektebi? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Falënderimet dhe lavdërimet i takojnë vetëm Allahut fuqiplot, salavatet dhe selamet qofshin për të dërguarin tonë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Paqja, mëshira e Allahut qofshin për të. Shfrytëzoj rastin që të gjithëve të auroj Ramazanin duke shpresuar që Allahu xhaleshanuhu wa xhalla xhelaluhu këtë Ramazan ta bëjë të bereqetshëm, na bëjë të lehtë agjërimin dhe të na bëjë të dashur adhurimin. Dhe në fund të na pranojë dhe të na shpërblej. Allahu xhaleshanuhu wa xhalla xhelaluhu krijoi njeriun dhe e bëri qëllimin e jetës së njeriu të bëri që të jetë adhurimi, pra afërsia e njeriut me Allahun xhaleshanuhu wa xhalla xhelaluhu. Dhe për këtë kanë punuar të gjithë pejgamberët e Allahut xhaleshanuhu wa xhalla xhelaluhu, duke u nisur nga i pari i tyre Ademi alayhis salam. Allahu fuqiplot në Kur'anin e Kerim neve na rrëfen për ndodhin mes dy fëmijëve të Ademit alayhis salam, Habilin dhe Kabilin, kur kanë pasur një mosmarrveshje dhe njëri prej tyre i thot tjetrit, nëse ti dëshiron tregohesh i dhunshëm ndaj meje, unë thot nuk do ta bëj një gjë të tillë. Pra le in besawta ilayya yadaka li taqtulani ma ana bibasitin yadi ilayka li aqtulak. Kjo si shkak apo si rezultat i punës që ka bërë Ademi alayhis salam me të birin e vet. Pra këtë nuk e ka bërë vetëm Ademi alayhis salam, e kanë bërë gjithë pejgamberët e Allahut fuqiplot. Nuhu alayhis salam, ai gati se i thiri njerëzit 950 vite, vetëm Davet punoi me fëmijët e tij, punoi me popullin e tij, në fund disa e pranuan mesazhin që përcolli Nuhu alayhis salam tek populli i tij, ndërsa disa tjerë nuk e pranuan. Edhe djali i tij nuk e pranoi Islamin, mirë po Nuhu alayhis salam e zhvilloi atë punën e tij dhe e transmetoi drejt tek populli i tij mesazhin e Allahut xhaleshanuhu wa xhalla xhelaluhu, të njëjtën e bëri dhe Luti alayhis salam me familjen, me popullin e tij. Edhe tek ai disa u përgjigjen, disa jo. Ibrahimi alayhis salam, ai e kaloi jetën e tij duke ecur prej Palestinës, ku e kishte njërin fëmijë, e deri në Mekë, ku e kishte tjetrin. Dhe duke u mësuar atyre fjalët e Allahu xhaleshanuhu wa xhalla xhelaluhu, duke i edukuar ashtu siç dëshiron Allahu xhaleshanuhu wa xhalla xhelaluhu, deri në atë masë që e dim historinë e Ibrahimit alayhis salam me fëmijën e tij Ismail alayhis salam. Ai në momentin kur Allahu xhaleshanuhu wa xhalla xhelaluhu e urdhëroi që ai ta therte fëmijën e tij, vetë fëmiu, çfarë përgjigje i dha prindrit të tij Ibrahimit alayhis salam? Tha: o prindi im, o baba im, ti zbatove urdhrin e Allahu xhaleshanuhu wa xhalla xhelaluhu, ndërsa mua do më gjesh pra nënshtrues ndaj asaj që të ka urdhëruar Allahu xhaleshanuhu wa xhalla xhelaluhu. Pra këto lëvizje që i bënte Ibrahimi alayhis salam dhe këtë mund që i jepte Ibrahimi alayhis salam është si rezultat i përgjigjes së thirrjes për të cilën e ka urdhëruar Allahu xhaleshanuhu wa xhalla xhelaluhu. Pra këtë gjë e bërën të gjithë pejgamberët e Allahut. Musa alayhis salam, ai shkonte një kohë, bisedonte me Allahun xhaleshanuhu wa xhalla xhelaluhu, pastaj këtë bisedë u kthente te populli i tij dhe u apërcillte mesazhet
Allahu Gjellëshanuhu o Gjellë Gjelaluhu, pra Isa a.s. me dimet e Mahavariyunët. Muhamedi a.s. Kur i bëri 20 vite, në shpellën Hira, duke qëndruar i erdhi meleku Gjibril a.s. në formën e tij, pra madhështore, për treguar edhe madhështinë e mesazhit që do t'ja jep Allahu Gjellëshanuhu o Gjellë Gjelaluhu Muhammedi sallallahu alaihi wasallam nëpërmjet melekut Gjibril. Muhammedi sallallahu alaihi wasallam i pranoi fjalët e para të Allahu Gjellëshanuhu o Gjellë Gjelaluhu, shkoi në shtëpinë e tij dhe të njëjtat ja mësoi kujt? Gruas së tij, pra Hazreti Hatijës radiallahu anha, dhe pastaj nuk ndalua vetëm me kaq, filloi që thirrjen e tij, mesazhet t'i përcjellë tek shokët e tij, tek populli i tij e kështu me radhë, sa që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam mori një shtëpi, pra Darul Arqam, në të cilën zakonisht tubohej me shokët e tij dhe u përcjellte mesazhet e Allahu Gjellëshanuhu o Gjellë Gjelaluhu. Kjo shtëpi mund të quajmë si një lloj mektebi. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam çfarë bëlte? Merrte mesazhin prej Allahu Gjellëshanuhu o Gjellë Gjelaluhu nëpërmjet melekut Gjibril dhe vinte kohën pas kohe te shtëpia e Arkamit dhe të njëjtat ajete ose mësime u mësonte kujt? Shokëve të tij. Dhe ato të njëjtat i futshin në praktik. Pra kjo ndodhte në vazhdimsi, në këtë formë bënte Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, se që në atë shtëpi, në Darul Arqam, pra në shtëpinë e Arkamit, kanë pranuar Islamin mbi 40 shokë të Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Pra kjo është një gjë tepër e madhe dhe tepër për të çmuar, nga se edhe kushtet ishin të atilla që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ishte i detyruar që fshihu razi ta bëjte një gjë të tillë. Mirë po, e bëri Muhamedi sallallahu alaihi wasallam këtë gjë, arriti që t'i bind një pjesë të shokëve të tij që ato ta pranojnë mesazhin e Allahu Gjellëshanuhu o Gjellë Gjelaluhu, dhe pas kësaj, pra pas 13 viteve thirrje në Mekë, ai shkoi në Medinë dhe atje mektebi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ishte vetë xhamia e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pra në xhaminë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ka mësuar mira njerëz fejen nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, duke qenë prezent vetë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ka mësuar edhe njerëzit në moshë, por edhe fëmijët e vegjël nga goja e bekuar e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Mësohet mësimet e Kuranit, mësimet që Allahu Gjellëshanuhu na ka dhënë, edhe quajmë mekteb, në atë kuptim. Fjala mekteb, unë i lash qëllimisht, por në fund fjala mekteb do thotë vendi ku punohet diçka, ose vendi në të cilin njerëzit tubohen dhe lexojnë diçka, ose vendi ku ruhet diçka e shkruar me vlerë. Edhe kjo mektebi i përmbushën të gjitha këto gjëra. Pra, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i ka ardhur mesazhi Allahu Gjellëshanuhu, ai i ka tubuar njerëzit dhe u ka lexuar Kur'anin në shtëpinë e Allahu Gjellëshanuhu o Gjellë Gjelaluhu, ose paraprakisht në shtëpinë e Erkamit, edhe ato e kanë marrë këtë mesazh nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe është interesant, një ditë duke qëndruar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në xhami bashkë me shokët e vet, transmeton Hazreti Omer radiallahu anhu, thot, duke qëndruar në xhami me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, pa prit mas erdhi një njeri që ishte i panjohur për ne. Ishte interesante se ai, më thonë, ishte me tesha të bardha, edhe me flokë të zeza, dhe nuk kishte asnjë isharet se është udhëtar. U fut në xhami, edhe erdhë për një herë para Muhammedi sallallahu alaihi wasallam dhe ul gjunjtë e tij, i vutë gjunjtë e Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Edhe filloi që ta pyes për Islamin. Pra, çfarë është Islami? Muhammedi sallallahu alaihi wasallam u përgjigj. Pastaj, çfarë është imani? Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ia dha edhe këtë përgjigje. Pastaj e pyeti edhe për ihsanin. Edhe Muhammedi sallallahu alaihi wasallam dha këtë përgjigje. Në fund e pyeti edhe për kiametin, edhe din përgjigjen e Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, ku i tha se as ai çka pyetet nuk din. Pra ajo që na intereson neve se në xhamin apo mektebin, pra për na treguar rëndësinë se Allahu Gjellëshanuhu o Gjellë Gjelaluhu sa e rëndësishme është që ne ta mësojmë Islamin, ai e dërgoi
edhe Gjibrilin a.s. në prezencën e shokëve të Muhammedin sallallahu alaihi wasallam për të treguar neve se është tepër e rëndësishme që ne të bohemi dhe të mësojmë tjerëve islamin ashtu siç pra dëshiron Allahu xhalla shanuhu wa jalla jalaluhu. Dhe kështu vazhdoi që xhamia e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam të shërbej si mekteb, si vend ku të bohen njerëzit për ta mësuar islamin, krahas asaj që ka shërbyer si vend falje dhe si organizim jetës fetare në kohën e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Pas vdekjes së Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, gjeneratët e ardhshme pastaj ato edhe kanë zhvilluar këtë, kanë formuar vende apo stafat afër xhamive në të cilët kanë mësuar Kurani Kerimin apo lëndë të tjera fetare, siç i dinë i kena më afër xhamit e mëdha të Stambollit. Xhamia pra nuk do të thotë vetëm vend falje, por është i tërë kompleks, për shembull kompleksi i xhamisë së Fatihut, ka përreth medrese, mekteb, të gjitha i ka. Pra në këtë formë është zhvilluar mësimi edhe Allahu xhalla shanuhu xhalla xhelaluhu nëpërmjet pejgamberëve të tij, jo rastisht i përmenda disa shembuj nga pejgamberët e Allahu xhalla shanuhu xhalla xhelaluhu dhe neve na bën me dije se ato e kanë bërë këtë gjë. Pra mjafton ndonjëherë të rregojë Allahu xhalla shanuhu për ndonjë dispozicë se duhet kështu të veprohet, edhe nuk ka nevojë të përmendet disa herë mirë, po Allahu xhalla shanuhu të njëjtën gjë e përmend edhe për Ibrahimin alayhis salam, edhe për Lutin alayhis salam, edhe për gjithë pejgamberët. Pra për na treguar neve se sa e rëndësishme është transmetimi i asaj çka e dim të tjerëve, pra realizimi apo institucioni i mektebit. Pasi që e kuptuam çfarë është kjo mektebi, si është rëndësia, ose çfarë rëndësie ka mektebi? Mektebi ka rëndësi tepër të madhe në shoqërinë islame. Ndoshta mund të themi se shenjtëria e saj çka përcillet tregon vetë shenjtërinë e institucionit të mektebit. Pra, nëse e marrim të analizojmë se sa e shenjtë është ajo çka përcillet, pra mesazhet e Allahu xhalla shanuhu xhalla xhelaluhu, dhe kuptojmë edhe sa rëndësi ka edhe vetë mektebi si mekteb. Pra, Muhammedi sallallahu alaihi wasallam neve na la si emanet punën e bartjes së fesë, pra mesazhit të Allahu xhalla shanuhu xhalla xhelaluhu, dhe ne e kemi për obligim që këtij emaneti të rim karshi. Allahu fuqiplota nuk thot në Kur'anin e Kerim: "Waltakum minkum ummatun yad'una ila al-khayri wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar." Le të jetë mesin tuaj, le të ketë njerëz të cilët do të thirrin në të mirë dhe të ndalojnë nga e keqja, pra njerëz apo stafat që do të merren me mësimin e Islamit. Pra t'u mësojnë njerëzve mesazhet e Allahu xhalla shanuhu wa xhalla xhelaluhu. Dhe në këtë formë, ne nëse bëjmë vetëm këtë formë, mund ta realizojmë plotësimin e emanetit që ne ka lënë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Me një ajet Allahu fuqiplot thot: "Ya ayyuhalladhina amanu la takhunu Allaha war rasul wa takhunu amanatikum." O ju që keni besuar, mos e tradhtoni Allahun dhe mos e tradhtoni të dërguarin e Allahut. Pra si tradhtohet Allahu xhalla shanuhu xhalla xhelaluhu dhe i dërguari i tij, tradhtohet kur njeriu apo një hoxh apo një shoqëri i lën pas kujdesin për të transmetuar mesazhin e Allahu xhalla shanuhu xhalla xhelaluhu tek njerëzit. Nëse ne nuk e bëjmë këtë, atëherë duhet të dimë se sipas ajetit kuranor, sipas mësimeve fetare, ne jemi në tradhtar, pra nuk kemi qëndruar karshi, pra nuk kemi qëndruar besnik ndaj fjalës së Allahu xhalla shanuhu dhe fjalës së Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Vetë bartja e shahadetit, fjala la ilaha illallah Muhammed Rasulullah, është amanet në vete. Është besë që ja ke dhënë Allahu xhalla shanuhu xhalla xhelaluhu, pra nuk ka të adhuruar tjetër përpos Allahut, edhe Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është i dërguari i tij. Kjo është mesazhi më i madh që mund ta transmetojë një njeri. Pra nëse ti ja ke dhënë fjalën Allahu xhalla shanuhu wa xhalla xhelaluhu se nuk do adhurosh dikë tjetër përpos Allahut, dhe
se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në bindjen tënde është i dërguari i fundit i Allahu xhalla xhelaluhu dhe vetëm mësimet e tij janë të vërteta, nuk ka mësime tjera pas Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, nuk mund vi dikush tjetër dhe na tregojë mësime apo mesazhet e Allahu xhalla xhelaluhu. I vetmi burim që kemi ne për të arritur tek mesazhet e Allahut është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe fjala e Allahut që ka ardhur nëpërmjet Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Në qoftë se ne e bëjmë këtë gjë, atëherë e kemi për obligim që këtë ta bartim të tjerët. Pra nuk është e logjikshme unë e kam siguruar veten time, për shembull ekonomikisht, edhe nuk kujdesem për fëmijën tim. Nuk ka asnjë logjik kjo. Pra në qoftë se jam njeri pak i shëndosh, atëherë duhet patjetër se ta llogaris se e kam amanet kujdesem edhe për fëmijën tim, edhe për prindin tim, edhe për njerëzit të cilët i kam të afër. Pra kjo gjë nuk do logjik, nuk do të mendohet njeriu a duhet ta bëj apo nuk duhet apo mos e bëj. Pra e njëjta është bile më primare është puna e bartjes së fjalës të Allahu xhalla xhelaluhu. Pra edhe mund të themi lirisht se çdo njeri duhet të ketë mekteb vetë në shtëpinë e vet. Edhe çdo prind duhet të jetë mësues dhe çdo fëmijë duhet të jetë nxënës i prindit vet. Kjo duhet të jetë e para. Pra, në qoftë se njeriu nuk është nxënës i prindit të vet, ai nuk mund bëhet nxënës i tjetër kujt. Edhe në qoftë se prindi si prind nuk është mësuesi i fëmijët të vet, ai nuk mund bëhet mësuesi i dikujt tjetër. Nuk thotë Allahu xhallahu shanuhu wa amur ahlaka bis-salah. Udhroje familjen tënde me namaz. Wastabir alayha, dhe tregohu i qëndrueshëm në atë. Pra jo vetëm ti thuash falë namazin. Kur ka nevojë që të japësh ilaçin, jo vetëm ti thuash pije ilaçin, por në rast nevoje do të tentosh që t'ja imponojsh marrjen e ilaçit nga se ajo është e domosdoshme për shëndetin. Po, patjetër. Edhe e njëjta gjë është edhe me mësimet islame. Pra nuk duhet vetëm një herë ti thuash fëmijët tënd, bëre këtë gjë dhe pastaj të mjaftohesh. Jo, do insistojsh me çdo kusht që fëmiu yt ta fal namazin, nga se shpëtimi i fëmijët tënd është vetëm në namaz. Do insistojsh me çdo kusht që fëmiu yt ketë bindje, ta di se kush është Allahu xhaleshanuhu, kush është i dërguari i Allahut, fuqiplot, nga se vetëm me këtë bindje ai mund të shpëtojë, të jetë i lumtur edhe në këtë botë, edhe në botën tjetër. Në qoftë se ne veprojmë këtë formë, atëherë arrijmë shpëtimin që garanton Allahu xhaleshanuhu wa xhalla xhelaluhu, duke thënë qad aflaha al-mu'minun. Pra kanë shpëtuar besimtarët. Në fund më poshtë çfarë thotë? وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ. Ata të cilët janë të kujdesshëm ndaj emanetive që u jepet. Pra Allahu ta ka dhënë fëmijën tënd emanet, do të jesh i kujdesshëm. Allahu ta ka dhënë pozitën tënde. Pra ta ka mësuar që ti jesh mualim dikund. Edhe ti nuk kujdesesh, atë nuk je prej atyre që ke shpëtuar. Pra në kujdesi yt ndaj pozitës që ta ka dhënë Allahu xhallahu xhelaluhu, qoftë në shtëpi, pra në familjes, ose në shkollë, pra në nxënësve, ose në mektep, duhet të di se shpëtimi arrish vetëm atëherë kur ti tregohesh i kujdesshëm dhe japish hakun punës që ta ka besuar Allahu xhaleshanuhu o xhelaluhu. Pastaj, pas kësaj vin mektebi që ne e njohim apo njihet si mekteb, e që është vend publik, mirë po pa me arrit këtë, pra që përmendëm, nuk mund zortësht, jo që dikush nuk zortësht që të ketë rezultat të mektebi që është publik i përgjithshëm për të gjithë. Si funksionon mektebi? Mektebi, pra konkretisht në vendin tonë, me ftininë e Tetovës, funksionon në këtë formë. Fëmijët apo fëmijët të gjithë janë të ftuar që të vinë në mektep. Pa përjashtim a është shqiptar ose jo shqiptar e kështu me radhë, dhe kjo në këtë formë funksionon çdo kund në botë ku ka mektep, ku mësohet feja Allahut xhaleshanuhu wa xhelaluhu. Tek ne gjëja e parë që i mësohet një fëmijë është shahadeti. Pra, ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu. Nga se nuk ka logjik
ne nuk e dim a ja ka mësuar prindi në shtëpi ose jo, për ne si hoxhallar ose si përgjegjës për këtë punë, ne kemi për obligim që fillojmë nga e para. Edhe në qoftë se prindi e ka bërë atë vetëm në shtëpinë e vet. Fillojmë nga e para ta shohim kusht me shahadetin ai. A është i vetëdijshëm fëmiu se nuk duhet të adhurohet askush tjetër përveç Allahut? Se i gjithë mundi duhet t'i kushtohet vetëm Allahu xhelle shanuhu xhelle xhelaluhu. Gjithë adhurimi duhet t'i kushtohet vetëm Allahu xhelle shanuhu xhelle xhelaluhu. Nuk duhet të shohet dikë të shenjtë jashtë Allahut dhe mesazhit të Allahut xhelle shanuhu xhelle xhelaluhu, dhe ta di se në njëjtën kohë si dërguari i Allahut është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Pas kësaj fillojmë me kushtet e Islamit. Kuptohet, pasi që fëmiu e ka kuptuar se nuk duhet të adhurohet askush përveç Allahut xhelle shanuhu xhelle xhelaluhu, është gjëja e parë që i mësohet fëmijët është edhe që do të pyetet në ditën e Kiametit njeriu është falja e namazit. Edhe ne për treguar kujdes ndaj namazit, para se me mësuar leximin e Kuranit Kerimit, e urdhërojmë fëmijën apo tentojmë me çdo kusht që fëmiu pas shahadetit të mësoj suret dhe duat që do t'i mjaftojnë gjatë gjithë jetës së tij për ta falë namazin. Thoshte Mahmudi, Allahu xhelle shanuhu më shiroft, kur vjen fëmiu të mësoj, unë nuk e di a do arri ta bëj hatmen ose jo, apo do bëhet hafiz. E imja është që unë t'ja mësoj disa gjëra me të cilën do shërbehet gjatë gjithë jetës. Edhe ne në fillim ja mësojmë suret e shkurtra edhe duat që do t'i mjaftojnë për ta falë namazin. Me këto ai do të shërbehet gjatë gjithë jetës, edhe në qoftë se e le mësim besimin. A në qoftë se nuk veprohet në këtë formë, atëherë rrezikohet që fëmiu mos t'i di se është problem. Me të vërtetë ka njerëz të cilët nuk kanë mësuar në mektep, nuk kanë shkuar në mektep, edhe kuptohet që janë penduar moshën madhore, mirë po e kanë shumë problem, nuk dinë me çka të falen. Nuk i dinë dua dhe suret kryesore të cilët duhet i dinë besimtar musliman. Edhe e ngarkojnë tepër veten e vet pas një moshe, ndërsa fëmiu i cili ka ardhur në mektep, ai nuk ka më problem me këtë gjëra. Pas kësaj shkohet, pra ne përdorim mësimi i sharteve. Pra shartet e imanit, e islamit, abdesit, namazit e kështu me radhë, edhe vazhdohet pas kësaj me leximin, pra fillimin e leximit të Kuranit Kerimit, ku fillohet prej shkronjave të para e kështu me radhë. Pas kësaj mësohet fëmijët edhe ihsani, pra morali, sjellja e njeriut, si duhet të jetë me xhamin, me shtëpinë e vet, me prindërit, me njerëzit, me rrugë e kështu me radhë. Njashtu duhet përmendim se ne si shoqëri duhet t'i kushtojmë rëndësi tepër të madhe mektebit. Mos respektimi i mektebit e ka, më thënë, si rezultati i kësaj apo si pasojë e kësaj, ne si shoqëri kemi ardhur deri në një drejtë që disa prej fëmijëve, mos të them shumica e fëmijëve ose shumica e të rriturve, se ato kanë qenë fëmijë, nuk dinë se si të sillen në rrugë, nuk dinë se si të sillen para shtëpisë Allahu xhelle shanuhu xhelle xhelaluhu, para namazit, ndoshta mund të themi edhe para qabës së bekuar, në momentin ku shkojmë atje nuk dimë si të sillemi. Pse? Se ne nuk kemi kaluar me këtë. Nuk kemi kaluar nëpër mektep. Fëmiu i cili kalon nëpër mektep, ai duhet i mësoj këto gjëra. Ai sadokudo edukohet se si duhet të jetë, si sjellja e tij para gjitha këtyre gjërave. Edhe një fëmijë që realizon këtë, ai apo një shoqëri që kujdeset për mektepin, ajo shoqëri padyshim se do të jetë e shëndosh, edhe do të ketë dallim prej shoqërisë që nuk kujdeset për mektepin. Kujdesi jonë për mektepin si do të jetë? Gjëja e parë është një ti çojë fëmijët në mektep. Është interesante te ne. Unë isha para disa ditëve misafir diku dhe ai shoku më tregon se e kam fëmijën ushtron diku futboll. Edhe thot nuk ka mundësi të kaloj
trening fëmiu im përpos se unë gjendem ati. Edhe unë për një herë kujtova, në qoftë se gjithë ki interesim i një prindit, vetëm e vetëm se fëmiu dëshiron ta shute topin. Se ardhmëri prej futballit jeshta se anën materiale nuk ka diçka tjetër. Nuk mund futballit ja siguroj njeriu xhenetin. Nuk jemi kundër sportit. Mirë po, gjithë ki interesim i prindërve, edhe të nënë të tove shofin, gjithë ki interesim i prindërve presin para në sallave sportive, fëmijët e tyre, edhe i ndjekin ushtrimet që i bëjnë. Ndërsa interesimi i prindërve për në mektep, krahasim, në qoftë se krahasim me interesimin prindër për sport është në nivel tepër të ulët. Ka prindër të cilët e bin fëmijën në mektep mirë, po asnjëherë nuk interesohet se çfarë ka bërë fëmiu i tij. Ndoshta se dinë edhe a shkon ajo. Nuk e din fare. Ka prind që nuk njihet me hoxhën as pak. Dhe kjo është tepër e rrezikshme për ardhmërinë e fëmijut, nga se hoxha si hoxha ose mësuesi në shkollë nuk ka mundësi që të vi drejt tek shtëpia çdo ditë. Ti duhet të interesohesh për fëmijën e tij dhe pastaj të mbahen kontaktet prind mësues. Në qoftë se ne nuk kujdesemi, pra sikur që kujdeset një interesuar për të arritur fëmijën e tij në sport, të dim se ne nuk mund të arrijmë me fëmijën tonë. Gjithë ai mund të jepet. Nuk jam, edhe një herë përmendim, nuk jam kundër asaj që zhvillohen, ta zhvillojmë sportin në vendin tonë mirë, po mos jepet ki mund edhe në mektep. Kjo për çdo arsye është interesante. Edhe arsia më e vogël, fëmiu e lën mektepin, pra nuk vjen në xhami atë ditë. Kjo tregon se ne si shoqëri, nuk kemi interesim dhe nuk jemi të vetëdijshëm se sa rëndësi ka mektepi tek fëmijët tanë dhe në shoqërinë tanë. Nga sa ato nesër do të marrin ato prind. Pra duhet që të punojmë, të kushtojmë rëndësi mektepit, të kushtojmë rëndësi mësuesit i cili gjendet në mektep. Nga se në disa raste anashkalohet, pra kujdesi i institucioneve, ndoshta mund të themi, edhe jo vetëm për mësim besim fetar, në përgjithësi mësuesi nuk gjendet në pozitën ku duhet. Në përgjithësi edhe në përshkolla, por edhe në mektebe. Ndoshta e gjejmë mësuesin më poshtë se imami, më poshtë se muezini, më poshtë, ndërsa mësuesi duhet të jetë në nivelin më të lartë. Pra, për kujdesi ndaj mësuesve, ndaj mualimave, duhet të jetë në nivelin më të lartë. Edhe lusë Allahu xhelle xhelaluhu që të bëhet kështu, nga se vetëm këtë formë ne mund të kontribuojmë për shoqërinë. Në momenti kur ne të kujdesemi për si prind, ashtu edhe si institucion për mualimin, atëherë edhe mualimit do interesohet edhe më tepër për fëmijët, edhe kjo padyshim se do sjellë rezultat. Pra, lusë Allahu xhelle xhelaluhu që na mëson gjë të tillë. Faleminderit shumë, faleminderit edhe që ishi pjesë e emisionit. Ju dëshiroj një jetë gjatë, shumë shëndet dhe sukseset mëdha. Faleminderit shumë, ish mersi për mua, shpresoj që këto emisione të jenë të bereqeshme dhe të japin fritit e tyre. Besoj që edhe mesazhet tuaja ishin shumë me vend, duke shpresuar që edhe të zonë vend tek popullata jonë, tek muslimanët, tek këtyre tre. Ju faleminderit edhe Faleminderit. Të nderuar teleshikues, ju urojmë agjerim të lehtë, të pranuar dhe ju falenderojmë që ishit me ne. Jemi në fund të emisionit, deri në takimin e radhës. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.